Господине Касами, движењето беше партијата која што во програмата и низ изборите бараше редефинирање на државата токму поради односите, односно ново регулирање на односите меѓу македонците и албанците. 16 години помина од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Која е вашата оценка, дали тој е реализиран и ако не, каде поцеле? Sa i përket marrëveshjes së Ohrit, ajo ishte si një rezultat i një konflikti të armatosur që ndodhi 2001 dhe duhej që të jetë një mundësi e mirë, një bazë e mirë që të ndrojnë relacionet një herë përgjithmonë në shtetin tonë të përbashkët. Fatkeqësisht, si rezultat i një klase politikanësh të dështuar, të cilat ishin në skenën politike pas 2001 dhe të cilat fatkeqësisht i kishin përgjegjësinë e implementimit të marrëveshjes së Ohrit, sot 16 vite pas në shkrimet e saj ne flasim ende për probleme ndëretnike mes dy komuniteteve më të mëdha shqiptarëve dhe maqedonasve. Prandaj Lëvizja Besa sot kërkon ridefinimin e shtetit dhe kjo është në frymën e marrëveshjes së Ohrit që Maqedonia të jetë një shtet i barabartë për gjithë qytetarët e saj, por duke respektuar edhe dy komunitetet më të mëdha maqedonasit dhe shqiptarët. Ridefinimi i shtetit nënkupton që në një marrëveshje mes dy komuniteteve më të mëdha, por edhe pjesëtarëve të komuniteteve tjera të cilët janë në këtë shtet, të ulemi dhe të bisedojmë në kushte të paqes për ndërtimin e shtetit, një shtet i cili do të jetë i barabartë për të gjithë dhe një shtet i cili do të krijojë drejtësi dhe mirëqenie për gjithë qytetarët, pa marrë parasysh përkatësinë etnike dhe fetare. Dhe kjo fatkeqësisht nuk u arrit me marrëveshjen e Ohrit, sepse maqedonasit e llogaritnin si të imponuar nga ana e shqiptarëve pas 2001-shit, kurse shqiptarët nuk patën potencialin e mjaftueshëm intelektual dhe politik. Klasa politike e cila ishte në skenën politike më shumë u interesua për përfitime dhe pasurim personal se sa për implementimin e frymës shpirtit të marrëveshjes së Ohrit, i cili fatkeqësisht nuk u implementua asnjëherë, por fatkeqësisht marrëveshja e Ohrit nga një bazë për fillimin e ndërtimit të një shteti të ri, ajo ishte vetëm një kornizë e cila ingulfati marrëdhëniet ndëretnike në Maqedoni dhe sot e kësaj dite ne flasim për një marrëveshje të skaduar dhe të dështuar. Само ще едно прашање, ова е надвор од темата за тема ние. Дали е точна информацијата дека ќе немате соработка со господинот Мендук Тачи и ДПА за локалните избори, односно дека сте ја растуриле соработката? Ashtu si që din opinionin, kisha një takim me kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare, gjithashtu bëra një ftesë edhe për kryetarin e LRPDSH-s, Zjadin Selën, që dhe kemi takim. Takimi me Menduk Thaçin u realizua, komunikimi vazhdon, nuk ka ndonjë rezultat nga ai takim. Ne si Lëvizje Besa do të kishim dashur që dhe kemi takim liderësh edhe me kryetarin e LRPDSH-s që t'i shohim pozicionet tona. Si Lëvizje Besa kemi shpreh gatishmëri maksimale për një bashkëpunim të mundshëm me gjithë partitë shqiptare veç BDI-s, të cilën e llogarisim fajtorin kryesor për diskriminimin dhe gjendjen e rënduar të shqiptarëve si popull këtu në Maqedoni, por ashtu siç thot fjala popullore, për çdo lloj bashkëpunimi duhen së paku 2 vet. Nga ana jon kemi gatishmëri dhe me këtë e tregojmë edhe me vendimin e fundit nga Kryesia Qendrore ku themeluam edhe komision për bashkëpunim ndërpartiak për zgjedhjet lokale.